Vetëm një ditë para përballjes së madhe Serbi-Shqipëri, tensionet kanë arritur kulmin jo vetëm në fushën e futbollit, por edhe jashtë saj. Gazetari dhe komentatori i njohur sportiv shqiptar, Dritan Shako Hoxha, është ndaluar nga policia serbe në rrethana që kanë shkaktuar reagime të forta nga opinioni publik dhe mediat shqiptare. Ngjarja ka ndodhur menjëherë pas mbërritjes së tij në Serbi, ku Shako Hoxha kishte shkuar për të ndjekur dhe komentuar ndeshjen e shumëpritur, e cila ka ngarkesë të madhe emocionale dhe historike për të dy kombet. Sipas burimeve pranë mediave sportive, policia serbe kishte përgatitur paraprakisht një listë me gazetar, analist dhe figura publike shqiptare, të cilëve mund të kufizohej hyrja në stadium apo në zonat e akreditimit të UEFA-s. Emri i Dritan Shako Hoxhës figuroi në këtë listë për arsye sigurie, siç pretendojnë autoritetet serbe. Por burimet diplomatike thonë se bëhet fjalë për një akt të qartë presioni dhe frikësimi ndaj medias shqiptare. Gjatë shoqërimit, gazetari ju nënshtrua kontrolleve të hollësishme fizike dhe dokumentare, ndërsa pajisjet e tij të punës u verifikuan në mënyrë të detajuar. Pas disa orësh tensionuese, ai u lirua pa asnjë akuzë dhe publikisht e cilësoi ngjarjen si një provokim të qëllimshëm dhe të papërgjegjshëm. Nuk kam asgjë për të fshehur, do të shkoj ta shikoj ndeshjen si çdo shqiptar tjetër. Ky është një veprim për të krijuar frikë, por unë nuk e pranoj, deklaroi Shako Hoxha në një prononcim të shkurtër pas daljes nga komisariati. Reagimi i tij është përshëndetur nga shumë figura publike, të cilët e kanë cilësuar qëndrimin e tij si një shembull dinjitoz profesionalizmi dhe përkushtimi ndaj detyrës. Ngjarja ka ringjallur kujtimet e dhimbshme të ndeshjes famëkeqe të vitit 2014 në Beograd, kur flamuri shqiptar u ngrit mbi fushë dhe ndeshja u ndërpre me strazirash. Shumë analistë paralajmërojnë se historia mund të përsëritet nëse institucionet ndërkombëtare nuk garantojnë sigurinë e gazetarëve dhe tifozëve shqiptar. Shako Hoxha vet ishte pjesë e transmetimit televiziv të asaj ndeshje historike, gjë që e bën praninë e tij në Serbi edhe më simbolike këtë herë. Në Tiranë, Ministria e Jashtme shqiptare ka kërkuar shpjegime nga autoritetet serbe për trajtimin e gazetarit, duke theksuar se çdo pengesë ndaj lirisë së medias është e papranueshme dhe bie ndesh me parimet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Federata Shqiptare e Futbollit është në kontakt të vazhdueshëm me UEFA-n për të siguruar që asnjë incident i ngjashëm të mos cënojë përfaqësuesit shqiptar në ndeshjen e nesërme. Situata mbetet e ndjeshme, ndërsa sytë e gjithë rajonit janë drejt Beogradit, ku sporti pritet të provojë edhe një herë nëse mund të bashkojë më shumë se sa të ndajë.